Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Bojnë, mirë se takohemi këtë mëngjes nga sheshi Gjergj Kastrioti Skënderbeu këtu në Tuzë. Një udhtim 2 ditor me vlera të thella edukative e kulturore po zhvillohet në kuadër të një iniciative të veçantë organizuar nga Fondacioni Humanitar Shqiptar Trojet Tona në bashkëpunim me Fondacionin Lukaj, Fondacionin Plave Guci dhe Fondacionin Trieshi. Të gjitha shpenzimet e këtij turi janë të mbuluara plotësisht nga organizatorët duke përfshirë transportin, akomodimin, ushqimin dhe vizitat në muzet. Ky projekt synon të sjellë më afër të rinjët me historinë, trashëgiminë dhe identitetin ton kombëtar shqiptar në një përvojë që ndërthur dijen me përjetimin. Atëherë për të mësuar më shumë në lidhje me agjenden dhe detajet e tjera, unë këtu kam pranë meje koordinatorin e këtij projekti ta quaj, që vërtet është një projekt gjigant, duke qenë se përfshin nxënës të Malësisë, nxënës të shkollave fillore të Malësisë, por për më shumë do na tregoj David Junçaj. Mirëmëngjesi dhe faleminderit natyrisht që pranuat për të ndarë me neve gjitha këto informata. Mirëmëngjesi, fillimisht do të falenderoj stafin e televizionit tuaj që do jeni me neve gjatë këtij udhëtimit në shtetin Alba, në shtetin Shqipëri. Atëherë vërtet një projekt i qëdhuar për të mësuar më shumë mbi historinë shqiptare, natyrisht të rinjët tanë kanë nevojë për diçka të tillë, për të vizituar qendrat kryesore të themi të trojeve shqiptare, ku është zhvilluar historia, ku mbahet mend shumë çka dhe është vërtet diçka e mrekullueshme. Mund të dim pak më shumë në lidhje me këtë? Po, me të vërtet kjo iniciativë, kjo ide e Këshillit Drejtues së Kryesisë së Fondit Humanitar Trojet Tona në New York është me të vërtet për të përshëndetur. Do të jetë pra një shëtit, nuk do të jetë vetëm një shëtit, një ekskursion i thjesht. Besoj se gjitha këto përvoja do ju mbeten në kujtesë për gjithmonë, gjithë nxënësve. Pra, shfrytëzoj rastin të falenderoj Fondacionin Humanitar Trojet Tona në bashkëpunim me Fondacionin Lukaj, Fondacionin Plave Guci dhe Fondacionin Trieshi, si dhe të gjithë donatorët të cilët kontribuon përmes këtyre fondacioneve humanitare që projektet e tyre i realizojnë gjithmonë dhe gjithherë për vendlindje që nuk e harrojnë kurrë. Për sa i përket agjendes, do më thënë, fillimisht do fillojmë prej kalas Rozafës në Shkodër, pastaj kemi memorialin e herojit kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeu në Lezhë, pastaj do vazhdojmë të kalaja Krujës dhe muzeun kombëtar, pastaj do vazhdojmë vizitë amfiteatrit të Durrësit, kurse për nesër kemi parapar Vlorë, kemi vizitën e Muzeut Historik Arkeologjik të Vlorës, pastaj do vazhdojmë vizitën e shtëpisë së Pavarësisë, si dhe do kemi edhe vizitë qytetit antik të Apollonisë. Pra, për të mësuar që të na tregojnë edhe më shumë rreth këtyre vizitave, mos tjetë të themi ashtu thatë, me neve do jetë edhe profesori i historisë, Mark Junçaj, i cilin e falenderojmë përzemërsisht që është përgjigjur pozitivisht kërkesës sonë, pra që të jetë edhe ai me neve, që të mësojnë edhe më shumë nxënësit dhe pastaj edhe të fitojmë edhe një feedback nga nxënësit, pra që mos tjetë, siç e tha që përpara, vetëm një shëtitje e thjesht, por të mësojnë edhe të mesin përvoja për historinë, për traditën, për zakonet tona, që pastaj edhe të ndjenë një krenari për burimin të identitetit tonë kombëtar. Fondacioni Trojet Tona nuk do të ndalet këtu, por do vazhdoj me aktivitetet dhe projektet që kanë si qëllim ruajtjen e identitetit tonë kombëtar shqiptar. Po ashtu falenderoj fondacionet e lartë përmendura për besimin që më kanë dhënë që të jem koordinator i ekskursionit, që të gjithëve ju uroj punë të mbarë dhe suksese në punën e tyre që e bëjnë me gjithë zemër. Unë do doja të dija se kush janë ata nxënës që marrin pjesë, cilat shkolla janë të kyçura, mësimdhënësit, pak më shumë të dimë edhe natyrisht rreth numrit të pjesëmarrësve. Po, për këtë vit janë parapar pjesëmarrës pra nxënësit e klasave 8 dhe 9 nga shkollat fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu Trieshi, pastaj kemi shkollën fillore 29 nëntori në Dinosha, si dhe shkollën fillore nga bashkimi nga Skorraci. Besoj se vitin që vjen edhe është duke u diskutuar se të jetë pjesëmarrëse edhe shkolla fillore pra qendrës, shkolla fillore Mahmut Lekić në Tuzë. Për sa i përket numrit të nxënësve,
nga klasat e 8-ta, 9-ta në Trishit do jenë 8 nxënës, pra 8 slonëntës, nga Dinosha kemi 39 nxënës, si dhe nga shkolla fillore nga bashkimi kemi 10 nxënës. Normalisht se gjithë këta nxënës do t'i kenë edhe pra dhe kujdestarët e tyre, po ashtu kanë shpreh dëshirë dhe disa drejtore që të jenë me ne, që falenderoj përzemërsisht, pra që duan të jenë afër nxënësve, se me vërtet kjo është një përgjegjësi e madhe për gjithë neve, që edhe të kalojmë mirë dhe s'më mbetet gjë tjetër vetëm që uroj ullë të mbarë dhe të kalojmë sa më mirë këto 2 ditë në Shqipëri. Miq të nderuar, gjatë këtij emisioni do keni mundësi të ndjekni nga afër çdo hap të këtij udhtimi, të cilin do e xhiroj televizioni Bojn, duke falenderuar natyrisht edhe mbrapa kamerës kamermanin Viktor Dëtvukaj dhe kolegja jon Linda Sinishta, e cila do jetë her pas here e kyçur gjatë këtij udhtimi për të ndarë me gjithë shikuesit atë çfarë neve do shohim hap mbas hapi, çfarë do shikojnë nxënësit, mësimdhënësit dhe natyrisht uroj që ky udhtim të jetë një provojë unike për të gjithë. Atëherë, e jani me ne në këtë rrugtim ku çdo ndalesë është një kapitull i ri dhe një ndjesë vërtet e mrekullueshme. Faleminderit edhe shifemi natyrisht në stacionin e radhës.
Shikues të nderuar, ne ju përshëndesim nga ndalesa jone e parë. Nga një nga thesaret të më të çmuara të historisë sonë, ju përshëndesim nga kalaja e Rozafës. Për këtë vend, në të cilin çdo gur rrethen një tregim, do të na tregojnë më shumë Sami Flamuri dhe historiani Markim Çaj. Pra të dëshër nxënës, malësia trime, ja jemi mu në zemër të Shkodrës fisnike, kryeqyteti i Shqipërisë Veriut, dhe duhet t'ju falenderoj si keni ardhur, sidomos duhet falenderoj pikës parit Fondacionin Troje Tona, Fondacionin Treshi, Fondacionin Lukaj që e mundsoi këtë rrugën e juaj. Unë jam përndryshe Sami Flamuri dhe do ju shpjegoj vetëm në pikat shkurta ku jemi sot. Sot jemi në kalan e famshme të Rozafës, një kala i lire e cila nuk ishte mposhtur kurrë nga anëmiku. Do t'jetë interesant sot të shihni disa dhëna për këtë kala e cila me të vërtetë i ka mbijetuar çdo rrebeshi. Shkodra sipas meje, unë them që ndoshta origjina e lashtë e emrit saj vjen vetë prej faktit se jena në Kodër, shkon në Kodër, dhe çka të them? Na shqiptarët e Veriut na i takojmë domethënë Gegnis apo Gegris në gjuhën e njësuar, edhe Shkodra është kryeqyteti i Gegnis, po ashtu edhe fisi i lirë i Labatëve ka qenë këtu, edhe po ashtu liçeni i Shkodrës në antik ishte quajtur Lacus Labatus, por për pak më mohollësi kemi të edhe profesorin e ju të dashur Markun që do t'ju shpjegoj diçka më gjatë. Një dorë trokiti për profesorin, ju lutem. Në rregull, tash këtu zyrtarisht mirëdita të gjithëve. Si tha dhe shoku Sami Frashi, një prezantim shumë bukur për Shkodrën, pra thot Shkodër Loca e kemi thënë ndryshe. Qyteti i fisit i lirë të Labeatëve. Vetëm sa për informacion, Labeatët kanë jetuar në malësi të madhe, ashtu domethënë që ta dini sa është edhe pjesë e jona. Ata merren si ndërtues Shkodrës. Shkodra ndërtuar diku para 2500 vjetëve. Është një lexenë shumë interesante, ndoshta e keni dëgjuar për Rozafën. Pra do thot një grua e re e cila muroset në mur, etj, do thot për shkak se natën prishej kalaja, muret e kalas dhe përmes qëndrua duhej me sakrifikuar një njeri. Dhe kjo është Rozafa sipas legjendës. Një konstatim që tha dhe Samiu më herët, do thot Shkodra jo vetëm kryeqyteti i Veriut, po shpesh ka qenë edhe kryeqyteti i shteteve, për shembull i Mbretërisë Ilire, sidomos me Genci këtu bën rezistencë kundër Romës, dhe nga viti 168 para Resre Shkodra bën nën sundimin romak. Do të jetë edhe kryeqytet në kohën e Romës i provincë Prevalis, për shembull nga fund shekulli III, fillim shekulli IV, kur Diokleciani bën reformën e re, ashtu që e kem kryeqytet. Shpesh do të jetë masanej pas rënies së Bizantit, për shembull, edhe në kohën e Dukës do të jetë si një ndër qytetet më të rëndësishme, po mos harrojmë se në disa momente edhe Balçaj do ta përdorin si një ndër qytetet më të rëndësishëm. Kështu që ka një histori shumë interesante. Një histori të shkurtër e ka edhe në kohën e Republikës Venedikut, pra do të jetë pjesë e Republikës Venedikut deri në vitin 1479, kur bën sundimin e perandorisë osmane. Dhe do të jetë në një kohë kryeqytet i Sanxhakut të Shkodrës. Zona jo ndryshe njihet edhe malësia e mbi Shkodrës, për ndryshe që ka veç malësia e madhe, ashtu që ne na lidh si malësor, domethënë Shkodra shpesh është llogarit si qyteti ynë. Çka shumë më rëndësi ju që ta dini tjetër, rrëthimi i prej malazezëve, gjatë viteve 1912-13, domethënë ku bëhet një rezistencë e madhe, e cila do thot dëshmon këtë rezistencë, tha dhe Samiu, Shkodra faktikisht kur nuk ka ra, por është dorëzuar nga sa të pash për shembull Toptani. Dhe çka të themi tjetër këtu, do thot që mos ta ngatrojmë për Shkodrën vetëm edhe vetë emrin, tha dhe Samiu në Kodër, ose edhe një variant tjetër Shkodrini, domethënë e hasim për arsye se ka lumin drin kësaj afër, pra vendi ku shkon drini. Faleminderit për vëmendje, do shta jam këtë për i gjatë, pe kryejm parazilje se kem prap me fol. Shikues të nderuar,
Jemi pikërisht në kalan e Shkodrës, në kalan e njohur Rozafa. Nxënësit përveç se morën informacione nga historiani Mark Junçaj dhe bashkërrugtari janë Sami Flamuri, ata patën mundësi që përmes udhërrëfyesit të mësojnë më shumë edhe në lidhje me muzeun e Kështjellës. Vërtet një muze shumë breslënës. Shohim që nxënësit patën një interes të madh për të parë nga afër se çfarë ban ky muze brenda vetes. Dhe unë natyrisht ju ftoj që të shikoni edhe ju, të kënaqeni dhe të shikoni fëmijët tuaj, të cilët vërtet po kënaqen në këtë rrugtim që besoj do mbetet gjatë në memorien e tyre. Brenda mureve shekullore të Kalas Rozafa ndodhet një thesar kulturor, Muzeu i Kalas, i vendosur në godinën historike të kapitanerisë venedikase, që diku shërbente si rezidencë ushtarake. Në hyrje të muzeut, vizitorët i pret një bazorelievi i legjendës së Rozafës, gruaja që u moros për hir të Kalas, simbol i sakrificës dhe dashurisë për jetën. Brenda ekspozitave ruhen objekte që i përkasin periudhave të ndryshme, nga prehistoria te ilirët, romakët, bizantinët e deri të osmanët. Të veçanta janë bustet e mbretërve ilirë dhe fragmentet e mozaikut romak të zbuluar në vitin 1979, si dhe zhylet e gurit të përdorura në rrethimet osmane. Në katin e dytë, muzeu paraqet dokumente dhe objektet që dëshmojnë jetën mesjetare dhe ndikimin osman, si dhe përpjekjet e shqiptarëve në mërgim për të ruajtur identitetin e tyre kulturor. Ky muze është më shumë se një hapësirë ekspozimi, është një udhtim në histori, një dëshmi e shpirtit të qytetit të Shkodrës, që ndërshekuj ka qëndruar si simbol i rezistencës dhe krenarisë shqiptare. Ndalesa jonë e rallës në sjell në një vend me domethënie të tillë kulturore, aty ku prehet trupi i heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Kemi ardhur këtu për të kujtuar dhe reflektuar mbi figurën e tij që mbet simbol i qendresës dhe krenarisë shqiptare. Nxënësit patën mundësinë të njihen më në detaje me historinë e memorialit pa shpjegimeve të vlefshme të specialistës Mariola Gjoni. Më pas, ju ftojmë të dëgjoni mendimet dhe përshtypjet e disa prej nxënësve që po e përjetojnë këtë udhtim historik së bashku me ne.
Atëherë, mirë se keni ardhur, faleminderit për vizitën, jeni në një monument shumë të rëndësishëm, që i përket shekullit të 14, ka dy ngjarje apo dy momente shumë të rëndësishme të cilat janë të lidhura me heroin ton kombëtar Gjergj Kastriotin. E parë se këtu në 2 mars të vitit 1424, këtu Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe princat shqiptar dhanë besën për të krijuar Besidhen e Lezhës apo Kuvendin e Lezhës. Keni dëgjuar besoj për Besidhen e Lezhës, e cila ishte një aleancë shumë e rëndësishme politike ushtarake ndaj pushtimit osman për atë kohë, ndërsa sot konsiderohet bashkimi i parë i popullit shqiptar në drejtimin e Gjergj Kastriotit dhe pa frikë mund të themi që është guri i parë i themelit të krijimit të shtetit shqiptar. E dyta dhe ajo që është më e rëndësishmja është se këtu është varrosur Skënderbeu në 17 janar të vitit 1468. Ai është varrosur këtu, por Marin Barleti, ne kemi një version që bazohet tek Marin Barleti, duke qenë se Marin Barleti është ndër autorët më të parë që kanë shkruar në raport me historinë e Skënderbeut, edhe është njëkohësisht bashkëkohës i Skënderbeut dhe autorët që kanë shkruar pas tij janë bazuar po te Marin Barleti. Ai thot në burimin e tij që 10 vjet pas vdekjes së Skënderbeut, në 5 shtator të vitit 1478, një grup nga ushtarët osman kanë ardhur e kanë hapur varrin e Skënderbeut, i kanë marrë eshtrat, i kanë coptuar dhe i kanë përdorur në formë varseje, si hajmali, si fatcjellës, për shkak se besonin se po të mbanin eshtrat e Skënderbeut, do të bëheshin të fortë si Skënderbeu apo do të dilnin dhe ata fitimtar siç kishte qenë ai në betejat që do realizonin. Por gjithsesi, ky është vendi i varrimit si memorial për të treguar që Skënderbeu, Gjergj Kastrioti Skënderbeu është varrosur pikërisht këtu. Këto mburojat, apo këto emblemat që ju shikoni në mur, se cila nga këto tregon apo prezanton një betejë të Skënderbeut. Është vendi e viti për çdo betejë apo për çdo vend që ai ka luftuar, fillojnë me Torvjollin, kanë këtë rend kronologjik. Janë vendosur 25 më të rëndësishmet apo më të famshmet nga ana politike dhe ushtarake, për shkak se Skënderbeu ka bërë më shumë beteja. Këtu arkitekti ka vendosur 25 për të treguar luftën 25 vjeçare prej çerek shekullit që bëri ndaj perandorisë osmane. Një pjesë e mureve është që nga shekulli 14, për sa i përket objekteve të bronzit që ju shikoni këtu brenda, dhe çdo gjë që është më moderne në bazë të vështrimit tuaj, janë këtu që nga viti 1981 dhe prej vitit 1981, ky vend ka funksionin e muzeut apo të memorialit dhe është i hapur për vizita muzeale. Armët janë kopje origjinale të ruhen në Muzeun e Vjenës në Austri. Armët që ndodhen në Vjenë ndryshojnë shumë nga këto që janë ekspozuar, fizikisht nga këto që janë ekspozuar këtu, për shkak se në Vjenë janë prej çeliku, janë të lara qoftë në argjend, janë me mbishkrime të ndryshme. Këtu janë prej bronzi, sepse janë bërë me efektin se ndodhen në një ambient të jashtëm dhe bronzi kur ndodhet në ambient të jashtëm, sa më shumë vite kalojnë, aq më bukur bëhet. Edhe janë bërë më të mëdha për treguar atë rëndësinë që ka figura e Skënderbeut për shqiptarët dhe për historinë e popullit shqiptar. Për krenarja ka simbolin e dhis, përveç apo përpos legjendave që mund të kenë lindur në kohën e Skënderbeut. Simboli i dhis është një simbol i rëndësishëm i lirë, është simbol pagan, dhe simbolin e dhis nuk e ka mbajtur vetëm Skënderbeu, e ka përdorur dhe Leka i Madh, edhe Piroja i Epirit, edhe pastaj Skënderbeu, për një arsye të vetme, për shkak se ishte simbol i lirë dhe për treguar këtë prejardhjen tonë të rëndësishme nga i lirët, arbërit, se në kohën e Skënderbeut jemi quajtur arbëra, i lirë, arbër dhe pastaj shqiptar, është përdorur si simbol autoktonie dhe trashëgimie për treguar prejardhjen tonë të rëndësishme që nga koha e ilirëve para arsit tanë. Paka shumë kjo është një panoramë e shkurtër, në rast se çdo kush prej jush ka ndonjë kuriozitet apo ndonjë pyetje në veçanti, jo vetëm në raport me historinë e Skënderbeut, për çfarë lloj gjëje që të keni dëshirë më thoni. Faleminderit shumë për vëmendjen, për vizitën sot edhe. Sinqerisht.
Shikues të nderuar, tani mbas drekës këtu në Kruj, neve po vizitojmë edhe pazarin e Krujës. Shoh që të gjithë nxënësit, mësimdhënësit, të gjithë të cilët janë të kyçur në këtë shëtitje apo ekskursion vërtet të veçantë janë duke shijuar maksimalisht. Mund të vëreni edhe ju vetë me anë të syrit të kamerës që është një pazar shumë interesant. Mund shohim shumë çka që nuk mund ta shoh syri kudo. Pra vërtet pazari i Krujës është brehlëndës dhe besoj që të gjithë janë duke u kënaqur. Neve më njëherë do vazhdojmë për të vizituar Kalan e Krujës. Pastaj, siç edhe ka përmendur kolegja ime më përpara, Linda, neve do kemi edhe intervista për të mësuar se si po e përjetojnë nxënësit këtë ekskursion, çfarë ata kanë mësuar, çfarë po ju pëlqen dhe natyrisht të marrim atë eksperiencën apo përvojat e tyre, të cilat i kanë arritur gjatë këtyre vizitave që vërtet janë për t'u përshëndetur dhe për t'u falendëruar ata të cilët vendosen që këta fëmijë vërtet të kënaqen, të vizitojnë, të shohin, të mësojnë më shumë mbi historinë e Shqipërisë, kombit shqiptar, mbi historinë e tyre natyrisht. Atëherë unë s'dua gjë tjetër të them, por t'ju lë që na përcjellni dhe vërtet besoj dhe jam më së bindur se do kënaqeni me materialet që neve do sjellim her pas here. Mirë se erdhët edhe një herë. Tani do fillojmë të tregojmë historinë, pra historinë e herojit ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i cili u lind në shekullin e 15, pra viti ishte 1405, ishte në vitin 1468, pra në moshën 63 vjeçare, dhe do jetë ai që përbi 25 vite do udhëheqi luftën e popullit ton, pra për lirinë e vendit ton kundër perandorisë osmane. Një perandori e madhe për kohën që po tentonte të pushtonte jo vetëm vendin ton, po gjithë Europën, pra Skënderbeu vu në krye të shqiptarëve për të mbrojtur lirinë e vendit ton, por për të mbrojtur edhe qytetërimin europian. Dhe kryeqendra, kryeqyteti, qyteti që mbante peshën kryesore në këtë luftë, ishte qyteti jon i Krujës, i cili kishte një pozicion shumë favorshëm strategjik, prandaj u zgjodhi nga Skënderbeu dhe u sulmua 3 herë nga Osman. Në udhëheqjen e tyre ishin 2 sultan, të quajtur Murati i dytë edhe Mehmeti i dytë, i cili erdhi 2 herë. Po kur sa din ta merrnin Krujën, për sa kohë Skënderbeu ishte gjallë dhe udhëhiqte shqiptarët në betejë. Pra, Skënderbeu arriti ta ndalonte një ndër sultanët më të rëndësishëm të kohës, i cili kishte marrë Konstantinopollin, Stambollin e sotshëm, po kur sa arriti ta merrte qytetin ton të Krujës, për sa kohë Skënderbeu ishte gjallë dhe udhëhiqte shqiptarët në betejë. Duke qenë se Kruja ishte kryeqendra, pra qyteti që mbante peshën kryesore në luftë, u vendosi ky muze të ndërtohej në Krujë.
dhe u hap në 1 nëntor të vitit 1982, pra këtë nëntor bën 43 vite, dhe këtu në hyrje përballë jush ka një grup skulpturor që quhet Skënderbeu dhe populli. Skënderbeu nuk është vetëm heroi jon kombëtar, por është dhe babai i kombit ton. Që kjo grup skulpturor tregon bashkimin e shqiptarëve nga veriu në jug, një luftë të përbashkët kundra osmanëve për herë të parë në udhëheqjen e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Prandaj po ta shikoni, ato që janë në krah të tij kanë veshje të ndryshme, qeleshje të ndryshme për treguar pra se i bëri bashkë princerit shqiptar. Pashtu kemi dhe vajza që luftonin në krah të vëllezërve të tyre, të baballarëve të tyre, dhe në të majtë përfaqëson motrën e vogël të heroit, quhej Mamica Kastrioti, luftëtare, komandante Kalase Petrelës. Për te njohurive teorike që marrin në bankat e shkollës, një vizit në këtë muze i ndihmon nxënësit të kuptojnë më tepër sakrificat, guximin dhe vizionin e një figure që udhëhoqi një popull drejt qendresës. Ata nuk mësojnë vetëm për Skënderbeun si udhëheqës ushtarak, por edhe si simbol uniteti, mençurie dhe frymëzimi për brezat e arshëm. Kjo përvojë ndihmon të lidhin të shkuarën me të tashmen, duke parë historinë jo thjesht si një lëndë simore, por si një realitet që ende jeton në ndërgjegjjen kombëtare. Në sytë e nxënësve, çdo veshje tradicionale, çdo dokument i ruajtur me përkushtim, bëhet një dritare që shpalos epokat dhe vlerat që ndërtuan identitetin tonë. Për shumë prej tyre, kjo përvojë zhën ndjenjën e përkatësisë, krenarisë kombëtare dhe dashurisë për trashëgiminë kulturore. Disa e përjetojnë si një udhëtim emocional, të tjerët si një shtysë për të mësuar më shumë për historinë dhe figurat që na formsuan si popull. Ndërsa për të gjithë, mbetet një kujtim i paharruar i një ditë të ndryshe, një ditë ku historia nuk lexohej nga librat, por dëgjohej nëpër mure, ndihej në ajër dhe shoqej në çdo hap. Hana Prenkoçaj. Unë qëmë Nikela Prenkoçaj. Në cilën klasë jeni? Klasën e 8. Gjithashtu edhe unë klasën e 8. Dhe nga cila shkollë ju kemi? Nga shkolla Gjergj Kastrioti Skënderbeun Triësh. Gjithashtu unë. Atëherë patet fatin që ju të jeni të përzgjedhur që të jeni pjesëtare të këtij rrugtimi dyditar. Dua të di se sa po ju pëlqen, si ju ka pëlqyer si ide së pari kur keni mësuar që do zhvillohet një ekskursion dyditar, si keni pritur? Kur më kanë treguar se do të vim në këtë ekskursion, jam gëzuar shumë dhe mezi kam pritur që të vi. Jam ndjesh shumë mirë dhe shumë bukur, kam pëlqyer. Atëherë erdhme, u nisme në mëngjes herët dhe ja për momentin jemi tek kalaja e Krujës. Dua të di çfarë ju ka pëlqyer më së shumti deri më tani. Deri më tani më së shumti më ka pëlqyer kalaja e Rozafës, që kemi qenë herën e parë, mendoj që më duk shumë bukur dhe kam mësua shumë gjëra rreth saj.
Edhe mu më ka pëlqyer Kalaja e Rozafës, me të thënë vërtetë ka pëlqyer me vizituar Kalane e Rozafatit. Dim që ka edhe nxënës nga shkollat e tjera, siç është shkolla Bashkimi Skorraq, por edhe shkolla 29 nëntori Dinosh. Atëherë do doja të dija, keni filluar të shoqëroheni me bashkëmoshatarët tuaj dhe sa po kënaqeni si shoqëri në përgjithësi? Unë po kënaqem shumë, kam njohur shumë shoqe dhe shok të ri, mendoj se do t'ja kalojmë bukur. Edhe unë jam duke u kënaqur shumë dhe jam duke kaluar një kohë shumë të mirë. Gjithashtu patëm mundësi të vizitonim edhe varrin e Skenderbeut. Çfarë ndjenje patët në atë moment, duke shkuar nga vetë fakti që shkolla juaj mban edhe titullin e kryeheroit tan Gjergj Kastrioti Skenderbeu? Ishte shumë ndjenje bukur, dhe mendoj që të gjithë duhet të vinë ta vizitojnë atë vend, nga që është një vend shumë i bukur dhe Gjergj Kastrioti ka qenë një hero kombëtar shumë i rëndësishëm për ne, gjithashtu jam shumë e lumtur që shkolla jo mban atë emër. Vetë ndjenja një krenari shumë të madhe dhe u krenova se shkolla ime kishte emrin me heroin tonë. Gjithashtu do doja edhe një mesazh drejtuar të gjithë atyre fëmijëve që ndoshta do kenë fatin që të vinë vitin e ardhshëm. Çfarë do ju thoni, përse duhet të marrin pjesë në një ekskursion të tillë? Duhet të marrim pjesë në një ekskursion të tillë sepse është shumë bukur, kënaqësi, mund të njihen me nxënësa nga shkollat e tjerë. Është edhe një eksperiencë shumë e bukur të vish të vizitosh gjithë këto muze, gjithashtu edhe varrin e Gjergjit, Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Ndërsa ti çfarë do ju thoja? Do të thoja që të vinin 100% se është një vend shumë i bukur. Mirdita, unë jam Shpresa Kajoshi. Unë quhem Nejla Tozovic. Unë quhem Enisa Shehaj. Sa vjeçare dhe në cilën klasë? Vetë jam 14 vjetë dhe jam në klasën e 8. Unë jam 14 vjeçare dhe jam në klasën e 8. Unë jam 13 vjetë dhe jam në klasën e 8. Dua të di nga cila shkollë ju kemi? 29 nëntor. Pra që të trija jeni nga shkolla 29 nëntori Dinosh. Atëherë, si e pritet këtë shëtitje, si e pritet kur e morët lajmin që do vizitoni vendet historike të Shqipërisë dhe do qëndroni për një natë dhe 2 ditë të tëra në Shqipëri? Isha shumë lumtur dhe gëzuar për mi bado, si me thënë, kujtime të bukura për ma vonë mi kujtuat, ishka shumë mirë. Është gjithashtu shumë bukur, kem pa shumë pamje të bukura, edhe nuk do ta harroj këtë eksperiencë. Jam kënaq shumë, kam kaluar shumë mirë, hala, kështu bukur. Deri tani cili vend ju ka pëlqyer më së shumti? Kruja, kjo. Po, gjithashtu edhe Kruja, ka pa shumë eksperienca të bukura. Gjithashtu edhe mua Kruja. Atëherë do ju uroni që dhe gjeneratat e tjera të vinë dhe ta bëjnë këtë vizitë, këtë shëtitje si juve? Patjetër.
Gjithçka ka shkuar në rregull, nxënësit kanë përfituar shumë nga këto përvoja dhe vizita historike të deritanishme. Tani jemi akomoduar në hotelin Horizonti, në qytetin e bukur të Durrësit, ku shpresojmë të kalojmë një mbrëmje sa më të këndshme. Më vonë na pret edhe darka. Nesër, udhëtimi ynë do të vazhdojë drejt qyteteve të tjera të bukura të Shqipërisë dhe do të vijojmë t'ju sjellim përjetime dhe momente të veçanta nga çdo ndalesë. Shikues të nderuar, nga kafja e mëngjesit të së dielës këtu në hotelin Horizonti në Durrës, ju përshëndesim. Jemi në ditën e dytë të kësaj shëtitje vërtet shumë interesante, vërtet të mrekullueshme, ku nxënësit po kënaqen, janë kënaqur edhe gjatë natës së mbrëmshme, duke qenë se kishin edhe një mbrëmje argëtuese, nuk mungoi as diskoteka për nxënësit. Vërtet ata u argëtuan, nuk kënaqen deri në orët e vona të natës dhe pastaj natyrisht vajten për të fjetur. Kishte edhe nga ata të cilët qëndruan edhe pothuajse gjithë natën duke u shoqëruar së bashku me shokët e dhomës dhe shoqet e dhomës natyrisht. Atëherë neve menjëherë do bëhemi gati dhe pas mëngjesit do nisemi drejt Vlorës për të vizituar Vlorën, pastaj do vazhdojmë edhe vizitën e rrallës, e cila është në Apolloni. Nuk do mungojnë as intervistat me bashkëpunëtarët tanë dhe do ndajnë të gjitha ata si fëmijët, si mësimdhënësit, do ndajnë eksperiencat e tyre që morën gjatë këtij ekskursioni që vërtet ishte diçka për t'u duar trokitur, për t'u përshëndetur të gjithë ata iniciatorët, të gjithë ata që vendosën që këta fëmijë të kenë mundësi të shohin dhe të mësojnë më shumë mbi historinë e shqiptarëve, mbi historinë e kombit të tyre, mbi historinë apo mbi gjërat që kanë bërë të partë të tyre. Dhe natyrisht unë uroj shumë që të gjithë juve është duke ju pëlqyer dhe materiali të cilin neve jemi duke sjellur në programin e televizionit Point. Natyrisht vazhdoni të na ndiqni sepse do keni çfarë të shikoni. Miq të nderuar, siç edhe ju kam njoftuar më përpara, natyrisht nuk do mungojnë as intervistat për të mësuar më shumë në lidhje me këtë rrugtim. Unë në këto momente, pra pa u nisur nga hoteli Horizonti nga Durrësi, do zhvilloj një bisedë me Hajro Veliçin, antarin e shoqatës Trojet Tona, të cilin e falenderoj dhe jam më së bindur që do mësojmë shumë si unë, por edhe gjithë shikuesit sa i përket kësaj iniciative që nuk është vetëm këtë vit, por edhe vite më përpara ju keni qenë të kyshur, duke qenë se është viti 5 me radhë që fëmijët e gëzojnë këtë mundësi për të njohur me historinë e kombit shqiptar, apo jo? Po, faleminderit.
Në pikë të parë, dua të falenderoj televizionin Bojën, dua të falenderoj në emrin tim personal Fondacionin Humanitar Trojet Tona, diasporën, e cila në çdo krah, në çdo moment na ka përkrah për këtë aktivitet edhe për disa aktivitetet tjera, cilat jeni në radhë duke i vazhduar. Është viti i 5, Hajro, keni vërtet shumë eksperiencë, besoj keni kaluar shumë nxënës për duar tuaj, themi kështu, në atë mënyrën e organizimit, apo jo? Si është gjithçka sa i përket këtij organizimi, si ka vajtur çdo gjë dhe si ishte ky vit për ju? Çfarë përshtypjesh ju ka lënë nxënësit e shkollave fillore të Malësisë së Tuzit? Viti i 5 me radhë, ne kemi pas disa shkolla shqipfolse, tu ja fillu prej anës Malit, Katërkollës, Plav Gusi, Rozhaj, kurse këtë vit kemi edhe Tuzin. Nuk është lehtë me marrë një organizim të tillë, don kohë, sakrificë, obligim, mirë po, kur kem vullnetin e mirë, sjedhimin e mirë, për krahin e diasporës, kur gja nuk është vështirë me. Po si ka lindur, Hajro, duke qenë se ju jeni antar i Fondacionit Trojet Tona, si ka lindur kjo si ide që fëmijët tanë të kenë këtë mundësi, të jepet kjo mundësi për të vizituar të gjitha të themi epiqendrat historike të Shqipërisë? Si lindi kjo si ide? Unë e di që Fondacioni merret edhe me shumë gjëra të tjera dhe do doja natyrisht shkurtimisht të shpalosim me çfarë konkretisht merret ky fondacion. Fondacioni pikërisht merret me ndihmat e familjet me nevojë, familjet me jetima, kemi ndarë edhe bursa për student, kemi disa aktivitetet tjera, siç është grupi i volejbollit, ansambli Trojet Tona, e kështu me radhë. Po për këtë ide konkretisht, para 5 viteve si erdhi deri te kjo ide? Këtë ja filluam me nxënësit e shkollës së Katërkollës, si ide le t'i çojmë në troje shqiptare të vizitojnë, troje shqiptare të njihen pak më mirë me monumentet historike, pjesë më interesante të Shqipërisë. Dhe si e kanë pritur në përgjithësi qoftë udhëheqësit e shkollave drejtorët, por edhe nxënësit, si janë përgjigjur kësaj ftese apo kësaj iniciative? Përgjigja kanë shumë e mirë dhe shumë korekte, edhe mendoj që në të ardhmen ka me kenë edhe shumë më e mirë se deri këtu, po jemi shumë të kënaqur. Atëherë do doja t'ju pyesja pak sa i përket edhe shkollave të Malësisë, të Tuzit, sa jeni të kënaqur me atë çfarë treguan dhe sjelljen, interesin e nxënësve që treguan gjatë ditës së parë, duke qenë se na ka mbetur edhe Vlora dhe Apollonia për ta vizituar. Deri tani, sa jeni të kënaqur juve si organizator, themi kështu? Mund të them se jam shumë i kënaqur, kanë treguar një kulturë shumë të mirë, sjellje shumë të mirë, edhe i falenderoj edhe arsimtarët edhe kujdestarët e klasave. Unë do doja natyrisht të mësoja se kush do jetë hapi i radhës që do bëj Fondacioni Trojet Tona. Kemi disa plane dhe projekte, mbaret kretë prej mundësive se sa diaspora ka mundësit në ndihmojnë. Po, kështu i kem, këtë vit i kem, dhe më thonë, kjo a ken rasti i parë, dhe më thonë ekskurzioni i parë, si kem, sot një javë kem anën e Malit, Katërkollën, edhe shkollën e Shtojit, kurse kështu me radhë javën tjetër vjen Plava Gusia përsëri, kur mandej apet kemi edhe Rozhajin, mirë po në Rozhaj kemi edhe kursin e gjuhës Shqipe, edhe ato do t'i bim me vizitu Shqipërinë. Po, dua t'ju pyes për të gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur, besoj ka shumë prindër, ka shumë nxënës, jam mëse bindur që po kënaqen derisa po e shikojnë në programin ton dhe sigurisht që mendojnë ndoshta do kemi ne mundësi, do e kenë ata rastin që edhe ata të bëjnë një vizitë të tillë, një shëtitje të tillë, të mundësohet edhe fëmijëve të tjerë, duke qenë se këtë vit ishin nxënësit e klasës së 8 dhe të 9 të 3 shkollave fillore të komunës së Tuzit. A është e paraparë që çdo vit fëmijët e komunës së Tuzit ta kenë këtë mundësi? Shpresoj që po, edhe iniciativa është marrë, domethënë nxënësit maturant cilët janë, domethënë klasët e 8 edhe të 9 ta vizitojnë Shqipërinë. Mendoj që do ta vazhdojmë këtë aktivitet gjatë. Uroj shumë. Ju falenderojmë nga zemra për durimin, për qëndrimin që keni pasur gjatë gjithë këtyre ditëve me gjithë neve dhe ju urojmë punë të mbarë, shëndet dhe gjitha të mirat. Faleminderit juve, faleminderit televizionit,
Ju përshëndes dhe ju uroj edhe juve suksese në të ardhmen. Shikues të nderuar, mirëmëngjes edhe nga unë. Jemi në qytetin antik të Apollonisë, pikërisht në Muzeun Arkeologjik Apolloni. Një nga qendrat më të rëndësishme të lashtësisë në trojet shqiptare. E themeluar në shekullin e 6 para erës tonë, Apollonia ka qenë një qendër e zhvilltuar tregtare, kulturore dhe arsimore. Kjo ndalesë u jep nxënësve mundësinë të njihen nga afër me trashëgiminë tonë arkeologjike dhe me historinë e lavdishme të një qyteti që dikur ishte ndër një më të njohurat e Adriatikut. Qëndroni me ne për të zbuluar më shumë nga kjo pasuri e jashtëzakonshme historike. Atër në emrin tim personal dhe në emrin e këtë nxënësve, ju falenderojmë së pari si staf, që kudo që çdo manifestim që bëhet, jeni dritare hapur për ne. Në radhë të parë duhet të falenderoj edhe fondin i cili nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendoi për ne, trojet tona, dhe ne me kënaqësinë më të madhe pranuam ftesën e tyre që edhe ne të jemi pjesë ku sot jemi në Apolloni dhe në vizë tjera të mrekullueshme të cilat do t'i vizitojmë. Dua të di se si e pritën nxënësit dhe prindrit më njëherë sapo ju e morët këtë informacion që do vizitohen qendrat apo qendrat më historike e kulturore të Shqipërisë. Si e pritën ata? Cilat ishin komentet e tyre? Në radhë të parë komentet ishin me të vërtet befasuese, të gjithë ishin pro. Dhe këtu në emrin tim personal si drejtori i institucionit falenderoj edhe prindërit të cilët i kanë besuar fëmijët e tyre dhe kujdestarët, në radhë të parë Fjedrën Gojçaj dhe kujdestarën Shaqe Camaj, të cilat vërtet kanë pasur një përkujdesje dhe fëmijët janë datë të kënaqur, janë mbindur se edhe prindit nga atje, edhe pse nuk janë fizikisht me ne, me zemër janë me ne dhe janë të kënaqur sepse fëmijët janë mirë, ne mirë po kalojmë dhe vazhdoti që sa më parë takojmë me ta.
Juve personalisht, çfarë përshtypje ju ka lënë i gjithë ky projekt, ta quajmë kështu? Përmendat që jemi në Apolloni, një vend vërtet shumë interesant, e keni vizituar më përpara dhe a mësuat ndoshta diçka të re që nuk keni pasur raste deri më sot ta vizitoni apo të dëgjoni? Kam dëgjuar për emrin, mirë po tjetër është dëgjosh, tjetër ti është pjesë. A kupton, sot për mua është një kënaqësi e madhe. Jo vetëm këtu, por me vizite tjera që ishim dhe nuk di çka them. Emocionet janë të tepërta dhe dëshiroj dhe preferoj të gjithë atyre të cilët nuk kanë qenë të jenë pjesë që këtu të vizitojnë sepse kanë çka të vizitojnë. Me sension si kujdestari klasës së 9 të kësaj shkolle, kishim idele për para si të realizojmë një ekskursion, dikun pak ma larkë me thonë, nga vendlindja. Mirë po sa morë me lajmin se fondi troje tona në bashkëpunim edhe me diasporën tonë prishane, kishin shpreh dëshirë se klasa e 89 marrin pjesë në një aktivitet, do në një shëtitje 2 ditore, në një ekskursion. Edhe mos i kujdestar, do më thënë mëra shumë mirë dhe me zi e pritshëm se të realizohet në këtë mënyrë. Mirë po ashtu zet me përkrahje dhe prej drejtorisë, si dhe prej prindve, që do më thënë kemë çdo herë të gatshëm, dhe ishte kënaqësi për ne që të jemi edhe pjesëtarë këtij grupit, edhe të jam si kujdestar i tyre. Po ashtu dëshiroj që sparit falenderoj fondin troje tona, si dhe të gjithë donatorët e këtij grupit, po ashtu dëshiroj të falenderoj edhe drejtorinë e shkollës që na dha përkrahje të plot, si dhe prindrit që do thot janë të ngatshëm çdo herë për të mirën e shkollës, për të mirën e nxënësve dhe për të mirën e gjithë vendasve tonë. Dua të di se sa janë kënaqur fëmijët. Ju keni qëndruar pranë tyre gjatë gjithë kohës dhe ju personalisht keni vizituar vende që ndoshta më përpara nuk keni pasur rast. Si është dukur në tërësi i gjithë ky aktivitet? Unë për vetveten them se disa kam pas rast të vizitoj jo të gjitha këto pika, me të vërtetë është një kënaqësi jo vetëm për nxënësit, por edhe për ne. Besoj se kanë pa diçka një risi të re, domethënë se nuk e kanë takuar në jetën e tyre dhe besoj se do t'ju mes si në kujtesë për gjithë jetën e tyre. Domethënë një aktivitet jashtëzakonisht i bukur, një organizim jashtëzakonisht me vlerë, çka do thotë kanë rast shohin domethënë monumentet kulturore historike të kombit tonë, të njihen domethënë me disa muzeet, shohin risi të reja që nuk kanë pas rast t'i takojnë, ashtu që besoj që çdo gjë ka shkuar në rregull deri tani. Jemi tek parku monumental arkeologjik i Apollonisë. Paramendoni ky park ishte i formuar, domethënë ky vend, Apollonia ishte i formuar në shekullin 4 para Krishtit. Ishte një ndër monumentet më të njohura kulturore në Shqipëri. Mbas Durrësit, Apollonia ka qenë qyteti më i madh antik që nga koha e antikvitetit edhe sot. Ishte një vend që ishte gërmuar për të parë herë nga ekspeditat franceze, sidomos ja vlen me përmend këto gur që po i shihni këtu, gjithë kanë qenë tramun për tokë. Domethënë, kur shihni monumentin e agonotetëve, kjo ka qenë krejt rrëzume. Domethënë, krejt kjo ishte bë mbas vitit 1948 nga arkeologu i famshëm shqiptar Hasan Ceka, i cili
domethënë ishte një ndër themeltarët e arkeologjisë shqiptare dhe gur për gur ishte formuar momentin si ka qenë. Kjo ishte pjesa kyçe e këtij qytetit Apolonis, por ky qytet ka një veçori tjetër, domethënë sepse këtu ka vepruar dhe jetu edhe perandori Romak Augusti, i cili mbas vrasjes të Jul Cezarit ka qenë në Apoloni dhe Apolonin nuk ja ka leju domethënë që të pagojnë as taksa dhe e ka pas në një zemër të veçantë, domethënë ka qenë vend shumë i veçantë për të. Andaj ky vend shtrihet në gati 140 hektar tokë, kurse vetëm vendi si vend ishte vetëm 10% i zbuluar. Para mendoni domethënë se sa ishte ende domethënë kemi gjëra arkeologjike që janë nën tokë. Edhe kjo më merr mendja të bën një mbres tjetër. Shpresoj e pat edhe muzeun i cili është madhështor, edhe kemi parë edhe kishën e Shënmërisë i cili ishte shekullit 13 dhe ishte rritit bizant. Duhet ta cek edhe një gjë para se të përmbledhi këtë. Apolonia ka pas domethënë zotrat domethënë mitologjisë greke, të cilët ne me gjuhën shqipe mundemi t'i deshifrojmë vetëm gjuha shqipe. Po përmendit njënin për tyne, a dini fjalën që të më thënë Aferdita? A dini? Aferdita. Në gjuhën grekës dhe më thënë kur gja, përveç mbretnesha bukuris, kurse na kena afrimi i ditës mundemi që për me zbërthuj vetëm me gjuhën shqipe. Andaj shpresoj që do t'ju nxis pak kureshje të studionin ndoshta edhe mitologjinë e vjetër Pellazgo Ilire, sepse ky vend është me të vërtet ja vlen. Ju falenderoj dhe mirë se keni ardhur edhe një herë. Në rregull, si shtalli Samiu, ndodhemi në Parkun Arkeologjik Apolonia, një vendbanim, ti them pak a shmi tha vendbanim, po një qytet shumë antik, shumë i rëndësishëm, do të thotë bashkut me Durrësin kanë qenë zakonisht, domethënë shumë qytete të rëndësishme në kohën duke filluar nga koha ilire. Fillimet e ndërtimit janë shekulli i 4 para erës së re, pra thotë aty është momenti i fillimit. Dhe kem aty nga njëherë mos pajtime, e kanë themeluar grekt apo e kanë themeluar ilirët, mirë po si do kjo popullsia cila ka banuar ka qenë popullsia ilire, dhe ajo është rëndësia kryesore. Çka është shumë e rëndësi, pra tha shekullin e 4, në vitin 312 do të bëhet pjesë e mbretërisë ilire me Glaukin. Pra thotë dhe Glaukia së bashkut me Durrësin do t'i pushtoj dhe do t'i inkuadroj. Mas kësaj do t'a përjetoj një lulëzim, ku për shembull e dim se kemi edhe monellat të cilat kanë ardhur nga Apolonia, dhe vetëm për informacion, monellat nga ky vend janë gjetë Malsi. Janë gjetë në Samobor, kush e din ku ndodhet Samobori, ka vijim ka Shqipnia, kem pas në djath, aty janë gjetë monellat, domethënë jo vetëm nga Apolonia, por edhe nga Korinti, nga Shkodra, Durrësi etj. Në vitin 234 këtu do ndodhi një tërmet i madh, pra thonë një tërmet shumë i madh i cili kam dëmtuar shumë Apolonin, dhe nga ky vit nis rënja në çdo aspekt e Apolonisë dhe braktisë diku në shekullin 5-6 pranë mesjetën e hershme dhe sidomos me ndytjen e slavëve. Për kohë të gjatë kam e ken Harres, dhe i pari i cili kam e vizituar kam e ken Pukevilli, do thot vitin 1806, dhe ai vetëm e konstaton se këtu ekzistojnë muret, mbetjet e një qytetit vjetër. Masanej vazhdon Prashnikeri. Prashnikerin gjithashtu e kem të njoftun me kënë se na ka kaluar për Malsi, pra thot edhe ky na jep informatat atje, sidomos për Samobor që e përmenda, duke vazhduar për qytete, dinosh edhe duke vazhduar më atej deri Nikšić etj. Masanej, në mes dy luftave botnore, sidomos në kohën e mbretit Zog, fillojnë gërmimet nga ana e francezëve dhe do të vazhdojnë deri me vol. Kështu që këtu çka kem këtë mbetjen mbrapa që e shohim që na ken tempulli dhe pas jush teatri, ku janë bën shfaqjet, domethënë ndryshme etj, sidomos tragjedit e kështu me radhë. Bukur, a kem ndonjë pyetje ose diçka tjetër? Jo, faleminderit që më keni dëgjuar me shumë vëmendje. Bukur. Së pari do doja që të më prezantohesh. Unë quhem Besarta Beqaj. Besarta, nga cila shkollë je?
Unë mësoj në shkollën fillore 29 nëntori. Dhe je në cilën klasë? Unë jam në klasën e 9. Me trego si e pritet ti këtë lajm që shkolla juaj pati fat të përzgjidhet të bëhet pjesë e një ekskursioni 2 ditar. Çfarë mendove në fillim kur t'u propozua një gjë e tillë? Në fillim kur na kanë treguar që do t'i vizitojnë këto vese dhe këto muzeja, isha shumë e lumtur dhe e kënaqur për arsye që mua këto shumë më interesojnë dhe vetë historia e vendis që kam unë prej ardhjen si shqiptare dhe me ka lënë një përshtypje shumë pozitive dhe të mirë. Atëherë, dua të pyes, neve nuk e kemi përfunduar ende sa i përket gjitha vizitave, jemi momentalisht në Apolloni, por kemi vizituar Shkodrën, kemi vizituar Lezhën, vizituam Krujen, Durrësin, do doja të dija se cili vend të ka lënë më shumë përshtypje dhe përse. Më shumë përshtypje në fillim ishte për mua kështjella e Rozafatit, për arsye që ka një mitologji apo legjend shumë interesant dhe ajo me ka tërhekur që një ditë të vizitoj atë vend. Ishte hera parë për ty që e vizitove? Po, por tani është ndryshuar, në fakt vendi që me ka lënë përshtypje edhe më të mirë dhe më të madhe se Rozafati është Apollonia. Po sa i përket Lezhës dhe Krujës, se gjithashtu doa të pyes se çfarë të dukti interesante, i ke vizituar ndoshta më përpara, apo është hera e parë për ty që i viziton këto vende? Është hera e parë që i vizitoj këto vende. Dhe në Lezhë dhe në Krujë ishte shumë interesant dhe unike për arsye që më së shumtit aty është bërë fjala për heroin tanë kombëtar Skënderbeun, ku kemi mësuar se si ka dhënë ai kontribut për Shqipërinë dhe për ne shqiptarët. Për shembull se si ai ka luftuar kundra armikut dhe se si ka bashkuar tër princat e principateve të shqiptare, të cilët ishin faktikisht atër në mosmarrëveshje, por fakti se si ai ka pasur atë mundësi që ti bën që të harrojnë çdo mosmarrëveshje dhe të luftojnë si një, është shumë interesante për mua. Këtu the që Apollonia të ka lënë më shumë përshtypje dhe të shpëlqyer më shumë. Përse? Çfarë po të pëlqen këtu? Çfarë të duket interesante? A e ke menduar ndonjëherë që mund të ekzistojë ndonjë vend i tillë në Shqipëri? Po, më është dukur shumë interesant dhe arsyeja është për ata se këtu më së shumti të bëhet fjalë për Iliret dhe faktikisht ne dim se e kemi prejardhjen prej tyre, por ama ende unë nuk di tërë këto gjërat për ta dhe kisha me pa qef që të njoftohem me atë të kaluarën, me paraardhësitë e mi. Patëm mundësi që të shohim muze, shohim kisha, shohim amfiteatrin. Cila është pika më interesante për ty këtu në Apolloni? Apo kjo që jemi momentalisht unë dhe ti? Ajo është pak e vështirë që të zgjelli për arsye që çdo vend, çdo lokacion është i bukur dhe është unik në mënyrën e vet dhe për këtë arsye nuk mundi ta zgjelli. Ndërsa tani do doja të pyesja sa i përket nëse ju jepet mundësia të gjithë atyre nxënësve që do jenë në klasë të 8 dhe të 9 viteve të ardhshme, çfarë mesazhi apo çfarë porosie do doja ti t'ju përcjellje? Çfarë do doja t'ju thoje si një vajzë që pati fatin ta vizitojë Shqipërinë në këtë mënyrë? Si propozim kisha me dhënë që të shikojnë për shembull këto vende dhe çdo detaj të vogël për arsye që çdo detaj i vogël ka një histori të vet
Dhe kjo nuk është një rast që do të jepet çdo herë, ky është një shans shumë e rrallë, barem për mua, si nxënëse, dhe unë e kam shfrytzuar, dhe atë do t'ja propozoj edhe të tjerëve që të shfrytëzojnë shansën e tyre. Besarta, mua së mbetet tjetër vetëm ta shijosh edhe Vlorën dhe natyrisht të kalosh një rrugë të mbar dhe gjitha këto informacione që ti ke marrë dhe gjithë këtë eksperiencë natyrisht ta përçosh edhe tek shokët dhe shoqet tua, tek të afërmit dhe kudo që ti të mundesh. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Vizita jonë e fundit në sjell në qytetin e Vlorës, vendi ku shpall pavarësia e Shqipërisë më 28 nëntor 1912. Një ndalesë me peshë të madhe historike, ku nxënësit do të kenë mundësinë të njohin më afër rënjet e shtetit shqiptar dhe simbolin e krenarisë kombëtare. Me këtë ndalesë përmbyllim një udhtim të mbushur në dije, përjetime dhe momente që do të mbeten gjatë në kujtesën e të gjithëve. Normal, shkolla jone pranoj ftesë me dorë hapun, si thohet, me fjalë popullore. Kjo është një ftesë që nuk mund të refuzohet pikësparit. Ndoshta është e veçantë se në këtë aktivitet marrin pjesë klasa e 8 dhe klasa e 9, që në praktik vitet e kaluara dhe vitet e ardhshme ndoshta nuk do të jetë që të dy klasë të shkojnë në këtë lloj aktiviteti. Po, sa i përket reagimeve të nxënësve dhe prindërve të tyre, më njëherë mbasi që juve ju a propozuat, cilat ishin reagimet e tyre? Normal, mbas marrëveshjes me organizatorin e këtij ekskursioni, ne shprehem tek nxënësit në rrallë të parë, të cilët e priten me shumë entuziazëm, pasi që siç e dimë është fundi i vitit shkollor dhe këto lloj aktivitete janë të mirë se ardha për shkollë. Gjithashtu në bisedim bashkëpunim me prind, të cilët i falenderoj që lejuan fëmijët e tyre ndoshta edhe me disa obligime që u deshën disa leje për të kaluar kufinin, që të nxjerrën disa leje për të kaluar kufinin për të ardhur në shtetin Am, si pa prind. Falenderojmë prindët e nxënësve, nxënësit mendoj se janë shumë të kënaqur sa i përket kësaj tune. Normal, nga ky ekskursion kam përfituar edhe njohuritë lidhje me disa vizita që i kem bërë për vende të caktuara. Po ju personalisht, sa jeni kënaqur juve dhe a ja ka vlerëtur i gjithë ky rrugtim, i gjithë ky mund, pavarësisht se
çdo gjë ka qenë e siguruar, por nga tjetra anë ka qenë edhe një përgjegjësi e madhe ndaj nxënësve. Normal, pasi shkolla jonë në këtë ekskursion merr pjesë me afro 40 nxënës, pak është një obligim shumë i madh 14 fëmijë të marrësh të udhtosh me qindja kilometra, por është një përvojë të cilën do të bëhet tërë jetën. Sa i përket kjo është një përvojë, në këtë moshë është një përvojë të cilën do mbahet me gjatë. Ju faleminderit, rrugë të mbarë dhe të kalosh sa më mirë. Gjithashtu shfrytëzoj rastin t'u falenderoj ju si ekip që e pa të arsyeshme të vinit në këtë ekskursion bashkë me ne. Gjithashtu falenderoj fondacionin Trojet Tona, e cili e bani të gjithë këtë organizim, cili mbuloj të gjitha shpenzimet, si i përket nxënëse, gjithashtu edhe stafit mësimor, shkolla sonë dhe shkollave tjera. Faleminderit. Atëherë vajzat do doja së pari që të më prezantoheshit. Martina Ivezaj. Elena Gujçaj. Në cilën klasë? Në klasën e 9. Në klasën e 8. Dhe nga cila shkollë ju kemi? Bashkimi Skorraç. Gjithashtu. Atëherë unë do doja të dija se si ju e pritet informacionin i cili erdhi në shkollën tuaj për këtë ekskursion 2 ditor që të vizitoni Shqipërinë, vendet historike, kulturore të Shqipërisë, dhe të mësoni mbi kombin tuaj. E pritme me shumë kënaqësi. Po ti, Elena? Isha shumë emocionuar dhe e lumtur për të bërë shoqëni të reja për të vizituar këto vende të bukura. Atëherë vizituam disa vende. Cili të ka lënë më shumë përshtypje? Cili të është pëlqyer më së shumti ty, Elena? Kruja. Përse Kruja? Çfarë gjë të veçantë ka pasur në Krujë? Mësuame shumë histori të reja se mendoj se kanë me na vijë. Martina, ty çfarë të ka pëlqyer më së shumti? Ndoshta kaloja e Rozafës. Gjithashtu të doja të dija gjitha këto informacione të cilat i keni marrë, qoftë për Krujën, Lezhën, Kalan e Rozafës apo tani edhe Vlorën, a mendoni se do ju shërbejnë në të ardhmen dhe a do i përcjellni tek shokët dhe shoqet mbas ata të cilët kanë munguar? Po. Ti, Elena? Po. Po ashtu dua t'ju pyes sa i përket shoqërimit. Keni zënë shoqëri të reja, duke qenë se nuk ishit vetëm shkolla juaj, por ka pasur edhe shkolla të tjera? Po. Ke ndonjë shoqe që ke zënë shoqe të re, si quhet ajo? Belma, Marina. Po ti, Elena? Po. Si quhen ato? Leila, Belma, shumë tjera. Po. Dhe si keni kaluar në përgjithësi, përveç se keni ndëgjuar dhe mësuar gjatë orëve të historisë dhe keni mësuar mbi kulturën, artin, historinë e Shqipërisë, çfarë tjetër keni bërë që ju ka lënë vërtet shumë përshtypje dhe ju ka kënaqur? Kemi kaluar shumë bukur dhe i falenderojmë organizatorët. Kena luajt lojra të ndryshme, kena pas muzikë të mbrëmje dhe jem kënaqur. Nga heshtja e gurve antik në Apoloni, rrugtimi vazhdon drejt bregut të Vlorës, qyteti i flamurit, ku shpall pavarësia e Shqipërisë. Vlora nuk është thjesht një qytet bregdetar, ajo është simbol i një zgjimi kombëtar, një faqe e ndritur në librin e historisë sonë. Në qendër të qytetit qëndron mallërisht shtëpia e pavarësisë, godina ku Ismail Qemali, bashkë me përfaqësues nga të gjitha trojet shqiptare, hollën themelet e shtetit të pavarur. Brenda saj ruhet tavolina e famshme e shpalljes, dokumentet origjinale dhe flamuri i kuq me shqiponjen dykrenare që valviti për herë të parë si simbol i lirisë. Çdo vizit në këtë vend është një përjetim emocional. Muret e kësaj shtëpie flasin për sakrifica, për përkushtim dhe për ëndrrën e një populli që refuzoi robrinë. Për brezat e rinë, shtëpia e pavarësisë është një ftesë për të mos harruar, për të mbajtur gjallë kujtimin e atyre që luftuan për një emër, një flamur
dhe një dhe. Udhëtimi edukativo-kulturor, 2 ditor, përfundoi me sukses. Duke na dhënë jo vetëm dije të reja, por dhe përjetime të paharrueshme, gjithashtu dhe ndjenja të thella, si dhe mirënjohje për historinë dhe rrënjët tona. Gjatë këtyre ditëve, u ndalëm në vende me rëndësi historike dhe kulturore. Bashkëbiseduam me njerëz të cilët vërtet na frymëzuan dhe krijuam kujtime që do mbeten gjatë në memorien tonë. Fal organizimit të përkryer të Fondit Humanitar Trojetona dhe mbështetjes së Fondacionit Lukaj, Fondacionit Plave Guci dhe Fondacionit Trieshi, gjithçka shkoi për mrekulli. Tashmë jemi kthyer të sigurt të gjithë në atë vend nga u nisëm ditën e shtunë, pra është nata e së dielës. Të gjithë fëmijët kaluan vërtet momente të paharrueshme. Tani ata janë me familjarët e tyre dhe urojmë shumë që ata ta kenë zemrën e mbushur dhe mendjen e pasur. Shikues të nderuar, faleminderit që ndoqët këtë rrugtim. Mirupafshim deri në takimin ton të radhës.